Social Top 5 është rubrika e emisionit Live from Tirana, që sjell vëmendjen te personazhet e famshëm, qofshin ata shqiptar apo të huaj. Teksa të gjithë jemi gjithsy e vesh se çfarë postojnë yjet në rrjetet sociale, kjo ndikon edhe tek numri i tyre i ndjekësve në Instagram. Tashmë e gjithë vëmendja ka kaluar tek Big Brother VIP 4 dhe ish banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Në vend të pestë, renditet Gerta Gexhari me asnjë ndjekës të shtuar. Ajo numëron sërish 108.000, njësoj si javën e kaluar. Pastaj vjen Gjesti në po të njëjtën situatë. Njësoj si javën e kaluar, ai numëron sërish 610.000 në Instagramin e tij pas një ndryshim. Rozana Radi ka fituar 1.000 ndjekës më shumë brenda kësaj jave. Nga 466.000 që numëronte vetëm një javë më parë, tani ajo ka 469.000 ndjekës në Instagram. Në vend të dytë, renditet Eglitako me 2.000 ndjekës të shtuar. Nga 359.000 që numëronte javën që lan pas, tani ajo ka 361.000 në Instagram. Në vend të parë, për këtë javë, renditet Loredana Brati me plot 12.000 ndjekës të shtuar. Nga 137.000 fansa, tani ajo numëron 149.000 në faqen e saj. Loredana Brati, siç shihet, i ka dhënë fund lidhjes së saj me Jozin. Ndonse kështu la të nënkuptohet, Insta story fundit, Loredana teksa po pozon për reklam, djegësit kanë vënë re dorën e saj në të cilën po mungon unaza që Jozi ja kishte dhuruar. Megjithse, ajo nuk ka dhënë asnjë deklaratë konkrete për ndarjen e saj. Pas përfundimit të Big Brother VIP Albania, dyshja Eglitako dhe Gjesti kishin nisur të përfliteshin si një çift i mundshëm, pas afrimitetit të tyre brenda shtëpisë. Por ndërsa fansat prisnin të shihnin zhvillime jashtë, duket se situata ka marrë një tjetër rrjet. Pak ditë më parë, rrjeti shpërtheu pas një deklarate të bushme nga një gazetar i Kosova Today, i cili pretendoi se motra e Gjestit ka një shoqëri shumë të ngushtë me ish të dashurën e tij Djellzën. Madje ai shtoi se Gjesti është takuar sërish me Djellzën dhe i ka dhuruar një zinxhir, një veprim që ka ndezur dyshime për një rikthim të mundshëm ose të paktën një afrim të diskutueshëm mes tyre. Thuhet se Egli nuk ka qenë në dieni të këtij takimi, gjë që mund të ketë qenë edhe pika që derdhi kupën, duke e shtyr atë të distancohet përfundimisht nga Gjesti dhe rrethi i tij familjar. Dhe më pas vjen ditëlindja e Gjestit. Fest, miq, urime publike nga figura të njohura, por asnjë shenjë nga Egli. Ajo mungoi totalisht në fest. Dhe po ashtu edhe në rrjetet sociale, asnjë urim, asnjë like, asnjë shenjë. Në një kohë ku marrëdhëniet dashurore shpesh certifikohen me një postim në Instagram, heshtja e Eglit flet më shumë se fjalët. Fansat kanë filluar të pyesin: a ka ardhur fundi kësaj romance ende të pakonfirmuar publikisht? Një tjetër histori në ferma VIP përloti publikun dhe fermerët. Rrëfimi i Alba Pollozhanit ishte një histori dramatike, ku dhimbja e saj përloti të gjithë fermerët e tjerë. Ajo tregoi se ka qenë e martuar dhe se gjatë viteve të martesës është keq trajtuar nga ish bashkëshorti, por edhe pas largimit nga ai, gjërat nuk është se kanë shkuar më mirë. Alba rrëfeu se familjarët e saj nuk e mbështetën me zgjedhjen e saj pas divorcit, kur ajo vendosi të bëhej pjesë e televizionit. Megjithatë, edhe pas këtij rrëfimi, Alba dha një tjetër mesazh të fortë. Unë e dëgjova veten time, por po mendoja se nuk meriton kaq shumë kohë televizive, pasi mendoj se ka fëmijë që meritojnë më shumë vëmendje, ka fëmijë që vuajnë, nuk kanë prindër, janë sëmur, tha Alban me mesazhin e saj. Këngëtari Stresi ka ndarë së fundmi një reflektim të ndjerë në rrjetet sociale, duke prekur njerëzit me fjalët e tij për dashurinë, ndarjen dhe shpresën. Gjithmonë ka menduar se nuk ka më shpresë kur dy njerëz që kanë qenë shumë të dashuruar ndahen dhe kalojnë vite pa u parë, shkruan ai, duke lënë të kuptohet se ndjenjat e vërteta nuk shuhen lehtë. Por sipas tij, ndonjëherë mjafton vetëm një moment për të ndryshuar gjithçka. Ai i fton të gjithë të respektojnë partnerin, ta duan me sinqeritet dhe mbi të gjitha të mos e ulin kurrë. Lini gjithmonë një derë të hapur, sepse kurrë nuk i dihet. Kur mos thuaj kurrë. Ky reagim vjen si pjesë e intervistës së dhënë së fundmi, ku pjesë e saj ishte dhe ish partnerja e tij Casey. Në këtë intervistë, ata shfaqen të afërt, të qeshur dhe të përkushtuar ndaj njëri tjetrit.